ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë për ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para khutbës së xumas që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe duke i shoqëruar komentet, shpjegimet e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vargun e librit dhe haditheve të Imam Bukhariut, të cilat i ka grumbulluar nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka vendosur një libër të cilin e ka titulluar El-Adabul Mufrad, edebi i veçantë i muslimanit. Pra çfarë duhet të ketë prej stolisjeve dhe karaktereve një besimtar i mirëfillt i cili kërkon udhëzimin e Zotit te bareke ve teala. Kapitull pas kapitulli arritëm deri tek kapitulli i fundit në xhuman e kaluar, ngritja e duarve gjatë duas. Si ngrit të duart Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur bënte dua. Tani, pasi përfundoi këtë kapitull, Imam Bukhariu ka sjellë një kapitull tjetër të cilin e ka titulluar Babun Sayyidul Istighfar, kapitull i ri të cilin e ka quajtur Istighfari më i mirë. Istighfari më i mirë, zotëriu i istighfareve, i pari i istighfareve, po prisi i istighfareve. Është për qëllim një lloj duaje, një lloj lutje që e ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka quajtur këtë lutje si lutja më e mirë, si istighfari më i mirë. E istighfari në gjuhën arabe, ne e përdorim istighfar me bëj istighfar, dhe njerëzit e përdorin edhe tib edhe istighfar. Kur thonë tib istighfar, ata dojnë me thonë tauba edhe istighfar. Pra kërkojmë falje për Allahu subhanahu wa taala dhe kthehemi tek ai. Andaj taubeja edhe istighfari janë njëra me tjetrën afër, mirë po sot do të ndalemi me istighfarin për shkak se temën e ka sjellë Imam Buhariu, istighfarin. Ghifar është kur njeriu vënon një lloj prazmore apo një lloj helmete në kokën e tij për të mbrojtur nga armiku. Andaj është një lloj mbulese që e vënon karshi diçkaje. Çdo herë që ti vënon diçka karshi diçka, që i thonë ghafr. Istighfar është me kërku kët. Mirë po në raport me Zotin e Madh te bareke ve teala çfarë i bie? Kërkon mbrojtje pi Zotit, apo kërkon nëpërmjet istighfarit, nëpërmjet ibadetit tan, lutjes tane, përgjërimit tan, që Zoti mos më dënua. Pra ti sikur ti e ban ibadetin edhe kërkimin e faljes, mbrojtje prej xhenemit. Pra vënon helmetën, vënon prazmorën nga xhenemi. Dhe kjo është istighfari. Pra kërkon prej Allahut me të fal. Pastaj është përdor për falje. Mirë po qëllimi është që të mbulohet gabimet të shmangën pasojat e ndëshkimit. Në Kur'an kanë ardhur disa ajete, dhe shumë janë, i do të përmend disa prej tyre, nga se janë shumë, se sa shpesh Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga muslimanët që të bëjnë istighfar, që të kërkojnë falje prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëllimi final dhe epilogu i fundit me të cilën mbillet kapitulli i muslimanit është për qëllim me thanë në fund u fal. Pra i është fal gjunaj. Ç'kjo është qëllimi në fund i një libri të gjatë të një muslimani ku dëshiron që në fund të përfundohet me istighfar. Dhe Allahu te bareke ve teala wastaghfirillah inna Allaha kana ghafurur rahima. Kërko falje prej Allahut, se Allahu është falës i mëshirshëm. Kërko falje prej Zotit, lyp falje prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Nisa: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim
nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Thot Allahu te bareke ve teala, kush bën gabim, kush bën gjuna, kush bën zullum, i bën zullum vetës, i bën zullum tjetrit, bën ndonjë shkelje, qoftë ndaj Allahu subhanahu wa taala, ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo ndaj vetës vet, çfarë do lloj shkelje? Thot, pastaj kërkon falje. Pastaj thot o Zot falem. Ai ka me gjetë Allahin falës. Dhe shumë është interesant se Allahu gjallë minjarë thot, e gjenë Allahun falë. Gjithmonë e ka këtë derë të hapur. Pro gjithmonë, çdo kërkues i faljes do ta gjenë derën e hapur të Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu kanë ardhur në ajete të ndryshme në surën Hud, Allahu te bareke ve teala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana. Ju kërkoni falje prej Allahut, kërkoni falje për Zotit juve, pastaj kthehuni te Ai, pendohuni te Ai. Thot Allahu xhelel xhelalu, do t'ju mundson Zoti një jetë të mirë. Njeriu me gjuna të falta, njeriu me istighfar e ka jetën e mirë, e ka jetën e qetë, nëse është në mbrojtjen e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kur kanë gabuar vëllezërit e Jusufit alayhimus salatu wassalam, e dini se Jusufi ka pas disa vëllezër dhe Jakubi baba i tyre ka qenë Israili. Allah kur thuhet Kur'an ya bani Israil, janë për qëllim bijtë e Jakubit alayhi salatu wassalam. Bijtë e Jakubit kanë qenë 12 dhe Jusufi në mesin e tyre, e 10 për tyre kanë marrë në zili Jusufin alayhi salatu wassalam, dhe ngjarja e njohur në fund kur e kanë pa që kanë gabuar ndaj vllaut të tyre, i kanë bërë zullum vllaut të tyre, edhe kanë shkel të drejtën të cilën e ka pas Jusufi alayhi salatu wassalam, kanë ardhur te baba i vet dhe i kanë thënë qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. I kanë thënë o baba jon, kërkoj falje Allahut ti për gjunat tona. Dhe kjo është tjetër tematik pse i kanë thënë babës vet, njëra prej tyre është që ati pranohet ndoshta e neve jo. Sa i ka qenë afër Allahu subhanahu wa taala, atë ka thënë istaghfir lana dhunubana, lipi Allahit me na fal neve për shkak gabimit që e kemi bë. Inna kunna khati'in, kemi qenë gabimtar. Gjithashtu kanë ardhur në Kur'an shumë prej ajeteve të cilat nxisin për istighfar, janë të shumta. Për shembull ka ardhur në surën Ra'd, në surën Fatir, në surën Ash-Shura, thot Allahu te bareke ve teala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Thot Allahu te bareke ve teala, çdo bela që ju gjen juve, vetja keni bërë sherrin asajna, vetë keni përgatitur sherr. Por pidurve t'juve ka ardhur ajo pasojë. A shumë ja u fal Zoti, shumë ja u fal Zoti për gjërat të cilat Allahu te bareke ve teala nuk i ndëshkon. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nuhi alayhi salatu wassalam i ankohet Zotit vet dhe i thot o Zot, unë shumë herë i kam thënë popullit tem, kërkoni falje Zotit juve, kërkoni falje Zotit juve, ama ata i kam nu gishtat e tyre në vesht e tyre, s'kan dash me nije, nuk kanë dash me nije. Po këtë arsye të ndëruar xhamat, nëse thot dikush pse është i rëndësishëm istighfari, cili është thelbi edhe ajo më amla apo më ajka e istighfarit, pse jemi të urdhëruar kaq shumë të bëjmë istighfar? Të ndëruar xhamat, ne do t'i sillim disa shembull sa për t'i kuptuar, e shembulli i Allahut është më i madh. Shembulli i Allahut është më i madh. Siguria dhe qetësia e një shtetit, përveç mjeteve që i duhet prej mbrojtjes dhe ekonomisë dhe veprimtarive të ndryshme që i ka, apo në vendet ku ka mbretëri, saltanat, sultan, kryetar, një monark, qetësia ati venit, rahatia ati venit është e vartë për çfarë? Për mos hidhrimin e mbretit. Nëse mbreti o i qetë,
këtë vejnë oj qëtë. Ajo i shqetësum, krejt janë shqetësum. Këtë vejnë janë shqetësum, se së mbrejtë i shqetësum, a i pari venit. Apo, andaj, zakonisht, ata që janë afër ti, që ka bojnë? Përpiqen vazhdimisht të mbajnë mbrejtë në qetësi, që të mbahën gjërat në qetësi, sepse urdhat të pastaj janë të qeta. Shembulli i Zotit është më i lartë. Këtë univers e drejton Allahu subhanahu wa taala. Risku jon, qetësia jon, shëndeti jon, mbarësia jon, jeta jon, shpirtat e ton, gjithçka janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shiko Allahu që çdo sa ne ka lidh me istighfar, wa anistaghfiru rabbakum, libni fali pe Allah. Pastaj ja u ban tak prej të mirave. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam do ta shohim 100 herë në ditë ka bëj istighfar. 100 herë në ditë ka bëj istighfar dhe ka kërku mbrojtje prej Allahut nga hidhrimi i Allahut. Se me të udhënu Zoti, s'ka më diçka që ti të bën rahat. Me të mallku Zoti, s'ka më diçka që ti të qenë selamet. Zoti na ruaj. Andaj është shumë rëndësi të ndërum xhamat që ne me Zotin e Madh te bareke ve teala vazhdimisht me i kërku ati falje. Falje, o Zot falem. Nëse tan ditën përlyhemi, njëllosemi, bëjmë gjunahe, bëjmë krime, bëjmë gabime, i kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala. Andaj qetësia e një shtëpie, qetësia e një qyteti, qetësia e një shteti varet për qetësinë e të parit të tyre. Dhe shembulli më i lartë është shembulli i Zotit. Rahatia jote, qetësia jote zvaret për tije, nuk varet për tije. Ti mundesh mi pas këtë mjetët, po me të dritë toka nër kam, këtë qka e ki kerën e mirë, se s'ban vajda e. Aeroplani, pale sa Iran mu kanë, pale sa stabil mu kanë, ka furim nëse e kalon limitin, ta turbullon. Sa aeroplane, thojnë, e ka shty ma vonë, nuk mundet me zrip. S'mundet, anullohet zbritja, anullohet ngjitja. Pse turbulenca thot kemi në ngjitje dhe zbritje. Këtë kjo pse nuk varet pitina. Krejt kushtet janë plotësue, po kushtet atmosferike thot. Atmosfera nuk është. Koha nuk ban. Që kjo kohë kush e ka në dorë? Rabbul Alamini. Por këtë arsye të ndëruam xhamat. Krejt mundesh mi boti, krejt i ban. Shtëpinë e ke bë, parët i ke bë, krejt i ke bë. Po prapë është diçka nuk ka dorën tënde. Cila është ajo? Harmonia jote, qetësia jote, rahatia jote, shëndeti jote. Ti keti ki shëndeti sa në dorën tënde. Do të më dhon izin Allahu subhanahu wa taala. Kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allahu ka angazhim me krijesat e veta. Çdo ditë ka Allahu me krijesat e veta. Andaj për t'i ruajt mirat, për t'i ruajt begatit, për t'i shtu ato, do të më bëj istighfar Allahu subhanahu wa taala. Do të më lipi Zotit falë, o Allah falna. O Zot falna. Për këtë arsye, si imani, si islami, si njësimi Zotit te bareke ve teala për qëllim kanë që njeriu t'i lip falë Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ka këtë rëndësi falja dhe kërkimi i faljes, se gjithçka është e lidh që Allahu të falë tyje. Nëse Allahu të fal, në rregull jemi. Nëse Zoti nuk të fal, kot të mundohesh, kot të jep zor, kot të mbledh parë, kot që keni shtëpi, Zoti s'do më konte rahat, dhe ta merr rahatin, ta merr harmonin. Zoti ta mundson më fal. Zoti ta mundson ti me bo vepra të mira dhe ç'problem për ata. Dhe këtë është të lidh për istighfar, për kërkimin e faljes të Allahu subhanahu wa taala. Për shkak rëndësisë që e ka, dëgjone pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur një lloj istighfari sayyidul istighfar. Thot Imam Buhariu, babun sayyidul istighfar, kapitulli i istighfarit më të mirë. Çka është sayyid? Sada yasudu su'dad. Sayyid është dikush ka del përpara, imami, kryetari, ai që ka të prind në një udhë i thënë sayyid. Apo jo rastisht pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabeve i ngritte duke thënë sayyiduna apo i madhi, ky është sayyid i zotnia kështu me radhë, dhe disa të tjerë kur i dëgjonte prej disa njerëzve se po lavdrohen, çka thonte alayhi salatu wassalam? Mos ju thoni hipokritave zotni, se i thoni Zotin. Nuk ju thonte me emra, por sahabët e kuptonin me isharet. Apo se nuk ban mi thon munafikut zotni. Apo dhe prej tmetave të kohës cila është se njerëzit i thojnë çdo njëri zotni. Zoti filani, Zoti alani. Apo dhe kjo është prej tmetave dhe prej madhnimit të rrejshëm të vetvetes.
Zoti filani, zoti alani. I dëgjoni në për lajme, në për televizione, apo ka thonë zoti filani. E ka kundërshtar të rrept, apo thot zoti filani ka gabue, ka thonë kështu, ka thonë ashtu. Kjo është për çfarë? Se janë mësuar me ushqy egot e veta me fjalë të mëdha. Ndërkohë që ai nuk vlen as për 2 dinar, i thot zoti filani ka thonë, apo. Dhe më mos më thon për para prakis zoti i jet hatri. Kjo për shkak se e kanë ushqy me çata. Andaj ka thonë Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos i thuni zotnijes, mos i thuni munafiku zotnis, ai nuk ka zotni. Ai nuk ka zotni. E kjo është zotni i pari i diçkaje. E tani kemi prej shumë istighfareve diçka më e mira. Ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: Sayyidul istighfar, istighfari më i mirë, zotëriu i gjitha lutjeve, prisi në të gjitha lutjet është ky, të cilin do ta citojna. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. Thot Imam Bukhariu e ka thonë në sabah edhe në akşam. Gjithashtu ka sjellë një transmetim tjetër Imam Bukhariu, ka thonë wa abu'u laka bi ni'matika alayya faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Në fund ka thonë ti nuk i fal gjunahat askush përveç teje. Kjo është sayyidul istighfar. Çdo mëngjes dhe çdo akşam e ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse e ka sjell këta tani te ki vargu i lutjeve? Se i ka bë të vazhdueshme. Kemi lutje që i ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam me përshtatshmëri, si kërkimi i shiut kur s'ka pas shi, e përmendëm, ka bë istighfare të namazit dhe ka pas istighfare të sabah dhe akşam, këto si kanë alkur. Andaj e gjeni të mburoje muslimanit të grumbulluara me një vend lutjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam mëngjes dhe mbrëmje, e gjeni një lutje atje Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, deri në fund të lutjes. Çfarë ka në këtë lutje të nderuar xhamat? Gjitha kërkesat e një robi, gjitha raportet e një robi me Zotin e vet janë të vendosur në këtë lutje. A dhe ka thujt pejgamberi alayhi salatu wasalam sayyid istighfar. Kjo më i miri istighfar. Nëse doni me bëj istighfar mirë, bane qëta. Dhe kjo ka qenë prej mirësisë e Zotit te bareke ve teala, që nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam na mëson çish mu lut, se s'dim si mu lut. Ti mundesh mu lut, ama ka shprehje. Ka ardhur një bedevi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë nuk po di mu lut si ju. La uhsinu dandatakuma, dandana këtë mënyrën se si luteni ju nuk e di. Ka thënë çfarë je tu thon ti? Ka thënë unë e tham, o Allah, çdo punë që kam çon xhenat më mundso dhe çdo punë që më çon ka zjarri shmangëm. Ka thënë alayhi salatu wassalam, hawlaha nudandin. Edhe na dendana çtojnë ato bo. Që xhezojnë, që këtë muhabeti o çto. Mirë po, a ka shprehje më të mira se të tjerat po? Apo shprehja e mirë ndikon në zemër. Eleganca, jeshia, bukuria e shprehjes e jep mundësi perceptorit njeriut me pranu më mirë, zemrës njeriut me pranu më mirë. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë i zellshëm që shprehje që ja drejton në Rabbul Alaminit të jenë të hishme, jenë të bukura, të jenë formuluar me mirë, nëse po bani ibadet. Keni po njerëz kur i drejtohen dikujt me një letër, sidomos nëse është institucion apo është me autoritet, e përpilon pak më mirë. E kështu me radhë, i nderuari, shkëlqësia juaj, e kështu me radhë, autoriteti filanet, a keni po zakonisht kur autoritetet e këtij shteti, pse? Se pra nuk kanë ato si cili njerëz. E kështu me radhë, e kush është autoriteti më i lartë? Kush është ai i cili të gjitha gjërat janë dorën e tina? A nuk është Zoti i botrave, Allahu subhanahu wa taala? Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i kujdesshëm që shprehjet e tij janë të rregulluara mirë. Andaj e quajti kët sayyidul istighfar, më i miri istighfar. Çka ka thënë? Fjala e parë, Allahumma anta rabbi. Fjala e parë ka thënë, o Allah, ti je Zoti jem. Shiko, çdo sabah, çdo akşam, Allahumma anta rabbi. O Allah, ti je Zoti jem. Kjo ndjesi, kjo raport, kjo robëri,
o Allah, ti e Zoti jem, unë nuk kam Zot tjetër. Andaj ka thonë Rabbi la ilaha illa anta, nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç teje. Pse gjithmonë vjen Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta? Apo thuhet për shembull la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Minjëherë vjen pohimi adhurimit me të drejtë dhe të qenurit Zoti ekskluziv në këta. Për çfarë arsye? Se ka plot njerëz që adhurojnë dikan, po se meriton. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ti je Zoti jem, veç ti meriton mu adhuru. Ka të tjerë që adhurojnë, ama ti meriton mu adhuru. Ka njerë adhuron Putin, idhullin, lopën. Apo në Indi disa prej kabileve adhurojnë minin që ka e ndjek maca, e adhurojnë. Dhe çuditje, ti çuditesh. Apo dhe të tjera adhurojnë ligjin, të tjera adhurojnë kanunin, të tjera adhurojnë dollarin, dirhemin. Por dollar dhe dirhem, ai dvret e pret, se e ka Zot. Zguzon ja prek, ja prek e koletër, ai qartët del. Pse? Sikur për ti dikush me ta shoh Zotin, eudhu billah. Për këtë arsye, sicili e ka Zotin e vet. Allah na mundësot me pas Allahun Zot ja Rabbul Alamin. Me hakikat, se me muhabet plot e thon. O që ti thot Allah i nja, ama koleta ma, se ishte me koletës, për koletën vepron ai. Për çka vepron është ajo? Trupi jot, shpirti jot i përgjigjet veprimtarisë tane, jo asaj çka ti thua. Trupi i përgjigjet veprimtarisë tane. Trupi i përgjigjet mënyrës se si ti ushqehesh, jo mënyrës se ti shka beson që du të më ushqije. Ti mundesh me thonë gjithë ditën du të më ushqi bio, du të më hangër shëndetshëm, ama gjithë ditë ha hamburgera. Trupi jot nuk e di shka i të fol, e di shka i të hangër. Apo njëri me thot ti, po shumë miri të kallëzu që du të më hangër hamburgera, ama ti hamburgeri të hangër. Ti kur hajet jëtë shëndetshme, trupi me që ata formohet, pavarësisht çka ban muhabet, edhe na, çka do që flasim, çysh jetu punue, çasoj i përgjigjet, edhe xhenemi dhe xheneti janë me vepra, jo me llafe. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi, o Allah, ti je Zoti jem, la ilaha illa ant, s'ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Për sa arsye? Se ka të tjerë që adhurojnë të tjerë. Andaj shiko ka nis me Islam, ka nis me tauhid, Allahumma anta rabbi, o Zot o Allah, ti je Zoti jem. Rabbi, çka është Rabb? Rabb është kujdestar. Pra, pse ka nis me këta? Sepse ti kujdestari çka i thua? Ti je kujdestari jem. Por edhe nëse gaboj, prap ti më kujdesesh për mua. Nga se a do të kërkoje falje pak më andej? Po. Pasi që do të kërkon falje, atëherë në këtë falje është mirë që të paraprije çfarë? Emrat të cilat i përkasin Zotit dhe gjërat të cilat Zoti ja ka bërë obligim vetes për kujdesin ndaj robëve, andaj ka thënë Allahumma anta rabbi. O Allah, ti je kujdestari jem. Rabb i thënë kujdestari. Andaj kur ka ardhur ai delegacioni dy veta për me e marr Jusufin prej burgut, për me e lirue të mbreti, i ka thonë irji ila rabbik, ktheu te kujdestari jot atje. Ktheu te kujdestari jot dhe pyet kështu dhe kështu. Pra në gjuhën arabe kujdestari i thënë Rabb. Apo edhe na i thojna në gjuhën tonë, për shembull, i thojna i Zoti i shtëpisë. I Zoti i shtëpisë. Ha? Ai nuk o Zot, po i çesaj shtëpia, i del Zot çesaj shtëpie. Apo andaj i Zoti i shtëpisë çka i thojnë? Kujdestari i shtëpisë. Kujdestari i shtëpisë. Apo andaj pse i ka thonë ti je Zoti jem? Pra, o Allah, edhe nga bofsha, edhe në bofsha mëkat, edhe nëse e kaloj kufinin ku s'duhet, ti je kujdestari jam, s'kam ku shkoj. Ti kujdesesh për mua. Shiko këtë hyrje të mrekullueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas e ka thënë la ilaha illa ant. Nuk meriton kurkush që të adhurohet përveç teje. Kjo e gëzon mas shumë ti Allahu subhanahu wa taala. Kur ti thu Zotit ti je Zot. Apo ti je Zot. Shiko për shembull ti prindit, fëmia ban gabim. Apo no, fëmia ban gabim. Edhe ka prindin, babën ose nanën. Edhe i thot ti je baba jam, ti je nana jeme. Ti dush me mësu mua. Unë kam gabuar ma prap ti je më i madh. Ti je Zoti i shtëpisë, ti kujdes e zbut. E zbut apo se e ja njeh autoritetin.
gjëja mas shumti që e gëzon shembulli Allahut është më i lartë. Mas shumti që e gëzon Allahu ngjëra kur ti ja pranon, o Allah, ti Allahu, ti je Zoti, unë jam robi, unë jam gabimtari, unë nuk jam burgushi. Apo, andaj Zoti nuk e do kibrin, se kibri është rivalitet i Zotit madh te bareke ve teala. Ti kur rrimen e madh, kur ti zban istighfar, kur ti kërkon falje, ti po shtinjesh me Allahin. Ti po shtinjesh edhe unë pa ku po mes unë. Jo, e kur ti thu unë i vogli, ti i madhi, më i madhi, unë një mëkatar, unë një gjunaçar, atëherë ndryshon muhabeti. Andaj tha la ilaha illa ant. Nuk ka zot që meriton adhurimin përveç teje. Kjo është la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa ant. Pse? Se është duke e drejtue. Jo është duke jo drejtue. La ilaha illa ant, ka thënë dietarët, është uluhia, të qenë Zot i adhuruar. Allahumma anta rabbi është rububia. Apo pastaj do ta nis me disa prej emrave të Allahut te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. E ka pohua që është kujdestar, që s'ka Zot që meriton përveç adhurimin përveç teje. Tash ai ka thonë khalaqtani, ka thonë tim ki kriju o Zot. Dhe kjo e bën lutjen shumë të këndshme. Khalaqtani, tim ki kriju mua, unë s'kam kon hiç, unë hiç s'kam ekzistu. Ti ma ki dhon ekzistencën, ti ma ki dhon jetën, ti ma ki dhon shpirtin, ti ma ki dhon trupin, ti mi ki dhon krejt. Khalaqtani, unë jam krijesa jote, unë jam krijesa jotja. Ti je krijuesi, unë jam krijesa jotja. E këtu dietar çfarë kanë thënë, ka dash me tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam në raport me Rabbul Alamin, so shumë i dopt. Unë jam krijesë, unë s'kam mundësi mos me gabue. Sepse prej domosdoshmërive të krijuesit është mos me gabu. Domosdoshmëri kjo është çështje që lipet në akaide dhe hulumtohet në meselet e akaidit, se Rabbul Alamin pi kushteve të qenurit Zot cila zgabon, nuk gabon. A nuk gabon. Dhe prej kushteve të apo prej domosdoshmërive i thonë wal lazim, wajib, patjetër është çfarë? Krijesa me gabu. S'murët mos me gabue. Nuk ka mundësi mos me gabue. Andaj Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala kur flet për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sidomos për katër xulefat, Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radhiyallahu anhum wa ardhahum, çfarë ka thënë? Ka thënë a gabojnë këta? Abu Bekri, a mund të me gabu? Prej përgjigjeve që i ka thënë Sheikhul Islam ka thënë po, gabojnë. Se mos me gabu i bie që janë në rang me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Gabojnë që mos me kanë rang. Allah nuk e lën njerin pa gabu që mos të hipe në rang që si takon. Para mendo pejgamberi sa njeri, ama Allah se le kërkan me hip saj. Po para mendo në udhu billah, çënja e cila meriton adhurimin. Çënja e cila meriton adhurimin Rabbul Alamin. Andaj domosdosh me gabue. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam shikot te sayyid istighfar, çfarë ka thënë? Khalaqtani, o Allah, tim ki kriju mua, unë s'jam kon hiç. Unë s'jam kon hiç. Tim na thonë me t'jaratis, me të kriju, me të cill, nga mos ekzistenca në ekzistencë. Ti s'e kon hiç, ke ardh. Shikoj insani, hiç sa kon, sa i abzor. Pa muzbon, u çizbon më para se me kon diçka po. Pa muzbon, thot kur gjo. Po mirë ti që thu pa muzbon kur gjo. A ki idejën para të lindjes tonë çka po ajo? Dilli ka dal, drita ka dal, nata ka ardhur, njerëz kanë hëngur bukë, krit rregull ka shkuar senat. Edhe mas dekës tonë nisoj ka më shkuar. Pa atë i cili zban edhe smunët është veç Rabbul Alamin. A do i thonë wajibul wujudi, ka thonë filozofët e të tjerë. Ka thonë ajo domosdoshmë ekzistues. Ekzistenca nuk ka mundësi me ekzistuar pa ata. Nuk mund të ekzistojë pa krijues. Kush ka sjellti nget krijim. Andaj ka thonë khalaqtani wa ana abduk. Ka thonë ti o Zot më ki kriju e unë jam robi jot. Dhe kjo është çfarë? Kjo është nismë e mirë drejt kërkimit faljes. Apo kur ti për shembull do mi lip halallëk dikujt, çka thua? Që më i ki gabu dikujt thu, qyre shejtani të mashtron insani ai dopt, apo mashtrohet dhe e nis muhabetin që të shkojsh te ajo që ma bën Allah. Kështu duhet edhe me Rabbul Alaminin, mi thur fjalë të mira, me thon fjalë të mëdha për Rabbul Alaminin, e pastaj mi thon o Zot, fal ma gabimin, fal ma gjunahe. Atë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, khalaqtani wa ana abduk. Ka thënë Allah, ti më ke kriju mua e unë jam robi jot. Se plot krijesa se pranojnë që janë rob Zotit. Apo shihni se sot kjo telefoni çaçi mirë edhe çaçi keq.
po duhet tulli far budallë me nguati. Po ka dhe të mira, ka dhe ligjërata, ka dhe derse, ama dalin dhe budallë. Apo thot ku në kur në xhami se s'kam hije. Lavdro në xhami kur. Unë hiç se du thot. Apo s'ka Allah. Plak 90 vet thot s'ka Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Zoti na i rut zemrat ya rabbul alamin. Lut Allah me ta forcu zemrën. Jo njëri humb rrugën 90 vjet. Ai vdek këto. Klinikisht i vdek veç ashtu mat, sa për mos më ra, derisa Allahu xhelala ka dash me e korrit deri në këtë mosh. Thot unë s'kam me Allahin kur gjë. Apo a tjetri munot Muhammed Rasulullah ja dha Muhammed Rasulullah ja, që dërguar Rasulullah, haja wa kella. Osun e ban kërkan te Rasulullah, Allah e ban Rasulullah. Çish mund Rasulullah, pa Allah se ka dërguar ata. Çish po mundesh me dha Rasulullah, i dërguami Allahit, Allah se ka dërguar. Se a mundesh me thënë te unë jam i dërguami Allahit, a mundesh me thënë për vetë, jam i dërguami Allahit. Apo kur i dërguami Allahit? Kur ka dërguar ti Allah? Naudhu billahi al-azim. Andaj khalaqtani wa ana abduk. Ka thënë Allah, ti më ke krijuar, unë jam rob, unë e pranoj këtë. S'është mirë, e pranoj që jam rob. E pranoj që jam rob. Njëri për njerëzve që Allahu subhanahu wa taala nuk e këshill ditë kiamet dhe nuk e fal, cili ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sheikhun zanin, një plak zinaçar. Edhe plak edhe zinaçar, ka thënë alayhi salatu wassalam, ditën e kiametit Zoti hiç nuk e këshill. Dhe një tjetër, cili ka thënë, edhe një fukara me në madh. Legji s'ka dinar në gjep? Jo, milionerune. Shki parë, o insan. Merën dimën, merë për kraj. Ja, unë s'duhe. Unë jam i fort. Edhe s'ka, edhe mati madh. Ka thonë alayhi salatu wassalam, ditë e kiametit Allah as nuk e këshir bile. Pse dietar kanë thonë, a nuk ka edhe për zenginin kjo? Ose zengini e ka një sebeb, o ti. Zengini e ka një sebeb. Edhe aja tu po keq. Ama fundi thot, Allah këshira 200.000 euro kërë kam. Ku mos mu halashti, ku mos me hupu në udhën. Kinë regull. Ti keq që e ki hupu udhën, po e dim sebepin. Po ti a i shpive s'ka, pësa të mojnë me dhe. Po ti qajbe gjithë ditë pi, pse e ma vetë me të madhë, Allah. Po ti jashtë qajtore s'kur gjohë, qajtore, shpi qajtore. Domina lunë, pa da mënoj më vetën me të madhë. Apo, ka gabu aj, ka gabu ki. Po ti domina me lunë, ti nuk kipe, nuk zotnon kur gjohë. As një shkencëve nuk e ke krije. As një dije nuk e zotnon. As një dinar se ki në gjep. Kibrin, pika kibrin. Ka zëp kibrin. Për këtë asyri shka thale i salatu e selam, fukaraja me në madhë, e banë që Allah i mësë me këshirti në gjikimit. Pse veti i majtë me në madhë? E tani paramendon raport me Zotin. Të ka kriju ti se pranon. Aj të ka kriju ti s'ki kur mund është me dalë për krijimit. Tha alaihi salatu wassalam, wa ana abduk, tha unë jam robi jot. Pasaj tha, wa ana ala ahdike wa wa'dike mastata'at. Shiko, tha unë o Zot, vazhdoj me qenë besën tane, premtimin tanë. Unë ta kam dhonë fjarën o Allah, se ka me konë robi mirë, s'ka me bo gjuna, ka me bo punë të mira dhe adhurime. Por, me gjithë se kam dhonë besën, shiko, e ka paraprim pejgamberi alayhi salatu wassalam, se natyra e krijimit o Zot, natyra që shta ki kriju neve, s'munët mos me gabue. Hyt nuk ka mund që mos me gabue. Ka thënë alayhi salatu wassalam hadith tjetër se e kanë zëri Imam Muslimi, mos me bo ju, mos me gabu hiç, ju merr Allah, ju largon. Jo, s'ka mundsi mos me gabu. Patjetër është me gabue. Pastaj e bëni popull që gabon dhe bëni istighfar te Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, unë vazhdoj me konë besën tane, në fjallën që e kam dhonë, mastata'at, e ka kushzu, sa të kam takat. Pse, për shembull, nëse njëri thotë kështu, ja kam dhonë besën Allahit kur gjuna Zotit si baj. Na i thojna, miro kjo fjali, a më shtoj edhe një në fund. Sa të kam takat. Pse, s'munësh. Ti thu, une e kam dhonë besën Allahit kur grujet huj nuk shiri. E besën, në rregull, shumë fjallë e mirë, shumë e mirë. Po shtoje, mës të ta, sa të kam mundësi. Pse? Se tu dolë bijamije, hik, qështu i krium, s'ka mundësi. Njeri e ban një jetë në ders, kësa të dalë për dersit, shkona jo eftof një vesh të ira, i hargjohet benzinat. Kur të mërijet e shpia, këtë benzina hargjohet. Për këtë asyje, shka thare i salatu wassalam, o Allah, unë e fjallën jam të majtë, sa të kam takat. Pse sa të kam takat? Se insan. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ebu uleke bi ni'matike alej. Tha, o Allah, unë e pranoj se kretat mirat që ka i kam janë për tyje. Këtë mirat që ka i kam janë për teje.
Dhe kjo është çfarë? Pranim dhe mirënjohje e begatijës. Sa njerit 24 sahat i ka përcel të mirat e Allahut i përdor, edhe nuk thot elhamdulillah. Ha? Ti me ta dhon dikush një pajisje me përdor, me përdor. Po të përdore, një mos ani bjema. Edhe gjatë çdo ditë, gjatë përdorimit pajisjes, me dvet njerëzit, ku e morë be këtë? Se ti sikirena për çka të punë? Apo njëri çka thot, valla filani, njëri normal. Po valla filani më ka dhënë përdorim, po e përdori. Faleminderit shumë, Allah është për blef. A thu çështu? Ta jap dikush një vetur, të shki vetur, ta thot përdore. Edhe si të thot, ku e morë vetë këtë vetur, se ti shki vetur, thot filani më ka dhënë. Mirënjohja e kërkon. Sa e emja kjo? Sa njeri trupin, shpirtin, sinjt, kam, bukën e Allahit e ha, thuj elhamdulillah. Po elhamdulillah, ma çka be ama, çka ka ma sa jama, hajt kallzom çka ka ma sa. Po ama durët e mia, po durët e tua janë tuat. Apo, po ama unë jam të punue. Kjo e ka punue, ja ka shtin komunizmin kri, jam të punue, sun janë nxerr këtina se Allah i begaton, sun janë nxerr. Vetëm me një rast, apo, veç kur ti thoje doktori shtash, ban dua se mo të na kur gjom. Ashtash, Allah. A tu kujtu që Allah ja? Tja kujtove që mushknit e tu, po himbe ma i mushknit e tua, hin ma e zemrën tane, hin ma e gjakin tanë. Po ma doktori tha që të hapa mi pi, e që ta me pi, andaj të ndërum gjëmat, mës të bim punën veç në doktor me njoftë Rabbul Aleminin. Qka tha alej salatu e sam, e bu u leke e bi ni'metike alej. O Allah, qka ka të mire jotja? Qka ka të mire ashtë e jotja? Këta thuje me ketë thelbin e zemrës, me kretë shpirtin tanë. O Allah, s'ka betë mirë që e gëzoj vetë sa e jotja. Duke fillu nga trupi jem, nga ekzistenca jem, nga shpirti jem, nga pasurit e mija, nga evlat e mi, kretë që kam kidhon, e bu u leke, unë ta këthaj tyje, unë ta pranoj tyje, kjo është e jotja, ti e kidhon, argument që është e jotja, po të merë zoti ti e ti le, nuk duhet be ti me ta turbullu shumë për me të kalzue, që ti si kam pronar, ti e kam konsumator, Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, insania konsumator e lu në rolin e pronarit, apo, ama melekul mauti nuk lodhët ti me ti prish. A keni pa melekul mauti thot, prit t'ja prish në shpijën këti njerë, se ki forta, t'ja prish në njerë shpijën, me sa një ti kalzone se sa pronar. Jo, të merë ti e jetë njerës të dojnë, koma be filani, vëllo po për amet. Këna po për amet, po i më të listin e kabe ki, apo, po ki më të listin ati e ka gjitë në mur ati. Kjo shpija e emja, koma u po për amet filani. E po për që këtë ditin a të folbe na, por që atë ditë që nuk vlen as notari, as i motën listi, as kur gjo, as regjisat, krejt t'i gjun me lekulmoti si mësme e egzistue. Që kina Rabbul Alemini, e bu u leke bi ni'metik. Tha për nga mësam, o Allah, këtë mirat janë tuat. Këtë mirat janë tuat, që ka nga kidhanë është të jotja. Andaj bo konsumatori mirë, bo përdorusi mirë, dija Zotit ma të bare kjo e tjare. Pasaj tha, wa e bu u leke bi dhembi. E gjunaja jemi, e pranoj. E pranoj që e mira e jotja, e pranoj që gjunaja është i jemi. Që kjo raporti me Zotit edhe robit, që kjo është strumbullari i raportit me Rabbul Alemin, cila, o Allah, të mirat janë pitije, të këqijat janë pimue. E kanë rotullu njerëzit ka ana tjetër. Ja, e kanë rotullu njerëzit ka ana tjetër. Apo, kur kanë të mira, thojnë punum. Shpia, e bona une, kere, kam punu, ja kam njerit, ja ka njeki, apo, kia ka njeki, burri madh ja ka një parët. Këtë mijat janë. Kur ka dëni bela, nga të res, i prishet shëndeti, ja turbulon Allahu Gjellë Gjellalu, si një parë shka i shkon keq, i shkon menja të Allah, i thot, shka bani beke, ma prishi. Andaj thot Mustafa Sadiq Rafi'i, rahimahullah, në vend se njerëzit me e bo këtë dua, me thonë, o Allah, gjdo e mira e jotja, e gjdo e keq është e jemja, ata shka thojnë, sa herë që e sosin një punë, thojnë, e bana, e kryta, e bleva, e shita, e ndërtova. Ta mam ti turbulohet diçka, thot, kader Allah. Me fjallë të tjera, aja Allah i që shtu e prishi, se mu kanë sa dosh, kush me prish, kur me prish, apo? Po a i dipse me ta ka prishme, se sa e jotja. Për me të po që shmer veshme ti me të kaldu që sa e jotja. Disa njerëzve, apo, zakonisht, uzurpator të tokave, kur s'morin vesh që s'janë të kanë të atinve, dërza të vinë mja u morë. S'merë vesh, a nuk marë vesh. Andaj Allahu du të me ta prish ti për me të kaldu, s'kebe e jotja, se pësër nejqe. Nuk ka kone jotja. Thot për nga mbër a.s. O ebu u le kebi dhe mbi. O Allah e pranoj gjunajnë tem. E pranoj gjunajnë tem. Andaj ka thonë, fëkhfirli.
Falma. Ma fal. Shiko të ndërrumë gjëmat. Kretam, thelbi, fillimi, zhvillimi dhe mbarimi i një insani të mirë, një muslimani të mirë, cila me nis me falje e me përfundu me falje. Istighfar në fillim, istighfar në zhvillim, edhe istighfar në mbarim. Nise me kërkim falje, jeto me kërkim falje, dhe mshele kapitullin e jetës tëne, o Allah falma. Andaj pat thanë Allah, të falë të ki, as njani për neve në gjenet së në shkel. Allah në bof nasib, ja Rabbel Alemin. Në bof nasib, Allah me thonë të falë tini. Se pat thanë Allah, i falë tije, qysh he? Ti sun hibe të shpia kretarë, do ti. A keni po një salet e kanë bëhet për gjenetin? A be thot në gjenet, kam i në gjenet. Po thot në, t'ja blina duqani se në gjenet leto ki. A në gjenet është tinë me një herë, apo? Si të mos të talkinave këtë të shtinë me një herë, gjenet. Nasëret, një kërë blema ti, thot se në unë në gjenet është tinë a letë. Qiko gjeneti se apo? Hajgare. Kur u baneve të mishti ti kanë gjenet? Kur u banë është ti? A është të letë të kanë gjenet? Shkove është të krijetari. Ha? U ishin do sigurim ati. Po ti së në shtipet të krijetari. Piloqit e ka shpijen. Piloqit e ka shpijen. Jo be të krijetari, zë shumë a krijetari, largo. Shko në beshtë të një administrator që ati të për leta, shka punon. Shko që të ka dalë dhe, ranë prit jashtë ati. Ti thu zdu me prit. Ta që e në sigurimin prit si burimir, apo? Po ti të administratori letrave së në hemë ranë, apo? Penzinën be akëll prit është mërdhiv është be të prit qatë penzin. Apo? Ketë së në hina paren, pa të ardhë medita, veç këtë vene që të nejtë, gjenet letë na, që të shkasën ato një. Kur u babe artikulli ma i shtrejt, artikulli ma i lirë të njerëzit. Ha? Kur u babe kjo? Na, gjërat të thjeshtë ato njësën i mrina. Para në gjenetin Allah subhanahu wa ta'ala, ka thonë alaihi salatu wa salam, artikulli Allah ta i shtrejt. Shtrejt aja artikulli Allah. Artikulli Allah të gjeneti. Allah në bëfë nasib. Ama për gjenetut me punue. Ti 60 vjetë kanë shku një shpije ke maru. Apo? Edhe ta është menzi se e këzon. Se menzi se he, menzi se del. Edhe tu u plak, tu të thonë hajt inshallah ma shpejt kalon. Pse? Qështu në dunjaja, tabiati dunjajës. Dhe kretat atë që ka thonë hajde ma shpejt inshallah, kam ju ardhin edhe atyre kam ju thonë njëjtë dikush hajde ma shpejt. Ama në zhvillimin edhe euforin e rinis që ashtu njerëzit mendojnë. Para me në gjenetin e Zotit të bare kjo e tërë. Sa dush me punu për ata? Mos me kanë rahmeti Allahut. As njënis në shkel ati. A i shtrajto. Ka thonë alaihi salatu wassalam, faghfirli. Falma o Allah. Kjo është sejidi l'istighfar. Istighfari ma imi. Pas të ka thonë, fa innehu la yaghfiru dhunube illa ent. Nuk i falë gjunat askush për veshteje. Sën ta falë kërkush. Shiko, o që thot ja ka po duajën, talkinin ja banëm, jasinin ja knum. Do ma thonë që mërë që kur gjo mos ka ndodhë ati. A mujna dikush me na kalzu qish mi këthjel që to njerëzit që kur gjo s'ka ndodhë. Hiq kur gjo. Kjo është vesh një sebeb. Pa e pas bo punën aj. Ne dvin edhe pi Mekës në tja kënon jasinin. Kur gjo do bisi banë. Hiq do bisi banë. Njoni thotë që veç më smja kënu. O, kënoja jasinin, nuk e ato më smja kënu. Kënoja, bandoa. Po këthjelu se pa pas punu. Hajde be kënoma një jasin, mu një shpi, ban ma 300 kvadrat, hajde banma. Kënoma një jasin edhe ta shohu në shpijen. A ke livrita? Po, une, a pas në livrita se kërkojnë një shpi me një jasin. Ti gjennetin e Allahit, ja ka kënu jasinin. Ja kënu në të jasinin. Ja banën doajen, ja banën qelimin. Edhe po kur gjohë mësë ka po, kur gjohë s'ka ndodhë kjo. Pa ju përgjigjaj në vorë pytjeve. Pa e pruaj dëshmien se ka qenë musliman i vërtet. Ne të mbledhen hoxhallar të Qabës edhe Medinës edhe kitë botës. Ne të jaknujnë me qelime, me jasin, me ketë. Kur gjohë nuk shtin as në tona, as këtana. Pa Allah me mashtrua. Allah me mashtrua. Merit ti falsifikoj të dokumentet dhe qoj dikun. Sa të thonë, a me neve ki gjithë me lujta. Beri më original dokumentet. Beri original dokumentet. Ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk lëviz kama e robit pa ju përgjigj 4 pyetjeve. S'lëviz kama e robit. Pejgambert Allah i kam ndalu ditën e Kiametit, ka thënë ka dalë e keni kri misionin pejgambert të Zotit. Alaihi muslim, njerëzit më të mirë në fytyrë tokës, kam ndal Allahu subhanahu. Ha? Kena mi pyet njerëzit që e kanë qenë pejgamber. Ditën e Kiametit besniku ka mu pit për besnikrinë e vetë. Ai besnika kam i thonë bere dëshmi për besnikrinë tënde. Ama të na me një qelime e qoj njërin firdos. Ka dalë o gjemat, ka dalë, se nuk shkohet ashtu. Pa i bo vebra nuk shkohet ashtu.
Andaj çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam, veç ti Allah i fal gjunat. Si doj Allah më të fal po. Me dash me të fal Allah. Kur kush më të knoje kur gjon. Kur në këtë dunjaja me çka? Koto, Allah po do më të fal. Dhe pastaj ka thënë, a'udhu bika min sharri ma sana'at. O Allah, ruajm nga e keqja çka e kam bënë. Se të keqin çka e ki bëu ti, edhe unë ka pasoja. Jo mos ani na mur uji, jo na mur bora, jo na mur vërshimi, kur gjon që nuk ka të ndërruar gjëmat çka bojnë ana. E pastaj jo një çike re e kanë dhunue burrat mëdhoj. Pako betoka që na ma neve, o në gjëmat. Pako toka që na ma. A kuptojnë se që ata të cilët po i luftojnë vejen, shiko çfarë skandale tash dalin. Dhe ti të vën marre që fol gjuhën tona ai. E fol vën marre që fol gjuhën tona. Allah mos na shkatrov për gjunahet tona ya rabbel alamin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah kërkoj mbrojtjen tënde nga sherrri i asaj që e kam bë. Unë na e kena bë sherrri të ndërum xhamat. Na insani, wallahi nuk e shkatron Zoti për shkak hyjvanëve tokën. Zbojnë hyjvan, zbojnë bela, e keni po. Ja jap do ushim edhe vazhdon rrugën e vet. Ama insani e lutim Zotin e Madh që Allah t'i falë gjunahet tona ya rabbel alamin. Kjo është duaja që e ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe e ka qujt këtë dua Sayyidul Istighfar. Që kjo istighfari më i mirë që mundet me bëni një besimtar. Lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që gjunahet tona të jenë të falura. Allahun e lutim që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të udhëzohemi me Kur'an, të udhëzohemi me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu muslimanët kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat, skamlorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet, sidomos në dimën të ftoft e që kanë nevojë për ngrohtësi, Allahu t'ju jep për krahë dhe t'i ngroh ata. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu xhel xhelalu na i fal gjunahet tona, na mundson që të jetojmë me Islam, të rritim dhe zhvillohemi me Islam dhe të japim shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.